Gjatë 2024-s, në organin e prokurorisë janë trajtuar 61.167 materiale në shqyrtim që përbën një rritje prej 10.5% krahasim me vitin 2023. Janë ndjekur gjithsej 47.576 procedime penale që përbën një rritje prej gati 5% në krahasim me një vit më parë, nga të cilat 24.956 janë procedime penale të regjistruara, 22.441 janë procedime penale të mbartura dhe 179 janë të rifilluara. Numri më i madh i procedimeve penale, 35.5% i përket prokurorisë pranë gjykatës shkallës parë të Tiranës, ndërkohë që ato me numrin më të ulët kanë qenë Dibra dhe Kuksi me më pak se 2.5%. Koeficienti i kriminalitetit për procedimet penale të regjistruara për 100.000 banor në vitin 2024 është 1.037, ndërkohë që në vitin 2023 ky koeficient ka qenë 872. Në 2024 përqindjen më të ulët të kriminalitetit për 100.000 banor e ka pasur qarku i Beratit, ndërkohë që përqindjen më të lartë e ka pasur qarku i Sarandës. Sa i përket tendencave të kriminalitetit, procedimet për veprat penale kundër pastrimit parave tregojnë një rritje me gati 59%, ato për falsifikim të monedhave dhe letra me vlerë 48%, krimet në fushën e doganave afër 40%, si dhe veprat penale në lidhje me rrymtaritë bankare dhe financiare mbi 33%. Këto të dhëna nisur nga karakteristikat e veprave penale evidentojnë forcim të ndjekjes penale ndaj veprimtarive kriminale që prekin sigurinë ekonomike të vendit, si dhe forcim të bashkëpunimit institucional dhe sistemit të mbikëqyrjes së kontrollit. Ndërkohë, ka një rritje të procedimeve të regjistruara edhe për krimet kundër jetës të kryera me dashe me 21.72%, për veprat penale kundër lirisë personit 30.59%, krimet seksuale gati 30%, veprat penale kundër moralit dhe dinjitetit pothuaj 29%, për veprat penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes rreth 18%. Rritja e numrit të procedimeve në këto fusha dikton nevojën për ndërhyrje të koordinuara për forcimin e mekanizmave ligjor dhe social të parandalimit, si dhe nevojën për të garantuar mbrojtjen efektive të kategorive vulnerabël të shoqërisë. Gjatë vitit 2024 janë përfunduar 24.591 çështje, që përbën një rritje prej 5% të çështjeve të përfunduara krahasuar me 2023-shin, prej të cilave 36.72% janë dërguar për gjykim, 33.89% janë pushuar, 26.99% janë pezulluar, ndërkohë që ka një tendencë të rritjes së çështjeve të pushuara në krahasim me vitin paraardhës për shkak të zbatimit të ligjit për amnistinë. Janë paraqitur në gjykatë 13.062 kërkesa lidhur me masat e sigurimit personal. Të dhënat statistikore mbi kërkesat e prokurorëve për caktimin e masave të sigurimit tregojnë se për vitin 2024, për rreth 60% të panderëve të regjistruar ose rreth 34% të personave në hetim, është kërkuar caktimi i masës sigurimit shtrënguese. Ndërkohë rezulton se afërsisht 59.5% e kërkesave lidhet me caktimin e një mase sigurimi me arrest, masa këto të kërkuara për pothuaj 36% të panderëve të regjistruar ose rreth 20% të personave në hetim. Vetëm në 31 raste është kërkuar masa e garancisë pasurore, ndërkohë që është kërkuar arresti në burg ndaj 3.078 personave dhe detyrimi për paraqitje ndaj 2.611 personave. Nga ana e prokurorit përgjithshëm në frymën e vendimit të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit hysa kundër Shqipërisë, u miratuan muajin korrik të vitit 2024 një udhëzim i përgjithshëm në lidhje me masat e sigurimit. Nisur nga nevoja për një përdorim më të kujdesshëm dhe më proporcional të tyre, sidomos në lidhje me arrestin në burg dhe një aplikim më të gjerë të masave të tjera. Me gjithë këtë udhëzim, nuk konstatohet ende një reflektim nga ana e prokurorëve, edhe pse çështja është trajtuar gjërësisht edhe në të gjitha analizat vjetore, por gjithsesi pritjet për ndryshimin e mundshëm të tendencës priten të duken më qartë në vitin 2025 për shkak të kohës relativisht të shkurtër në vitin 2024 që nga dalja e udhëzimit. Sa i përket kërkesave për miratim të urdhit penal, vazhdoi një tendencë në ulje me vetëm 91 të tilla, ndërkohë që u rritën ndjeshëm kërkesat për miratimin e marrëveshjeve të fajësisë dhe të gjykimit të drejtë për drejtë, përkatësisht 183 dhe 333 raste. Gjatë vitit 2024, nga prokurorit pranë gjykatës shkallës parë, është shkritur dhe përfaqësuar akuza në gjykatë në emër të shtetit shqiptar për 9.052 procedime penale me 10.781 të pandehur. Në lidhje me vendimet e gjykatës, nga të dhënat statistikore, rezulton se në vitin 2024 janë dënuar 10.001 të pandehur, që krahasuar me një vit më parë, përbën një rritje prej 37.87% të numrit të pandehurve të dënuar dhe për 265 të pandehur është dhënë vendimi për deklarim të pafajshëm. Gjatë 2024 janë ekzekutuar 5.201 vendime, ndërsa kanë mbetur pa ekzekutuar 1.090 vendime. Numri i vendimeve sipas llojit të tyre të mbetura pa ekzekutuar është 298 vendime me burgim, 220 vendime për dënime me gjobë dhe 572 dënime alternative.
Gjatë vitit që kaloi, janë filluar kryesisht 155 procedime penale që përbën një rritje 12.32%, krahasuar me 2023-shin. Rritja e numrit të çështjeve të filluara kryesisht është kërkesë e vazhdueshme e cila, pavarësisht se nuk është ende në nivelin e dur, nga viti në vit vëret që ka pësuar rritje. Një nga arsyet kryesore që mbetet që kufizon ushtrimin e këtij diskrecioni ligjor nga ana e prokurorëve, mbetet padyshim mbi ngarkesat që ata kanë në punë. Prokurorët në Prokuroritë e Reduksionit të Përgjithshëm në bashkëpunim me shërbimet e policisë gjyqësore në Policinë e Shtetit dhe Agjencitë e Zbatimit të Ligjit, për vitin 2024 kanë kryer hetime proaktive me përdorim të mjeteve të posaçme të hetimit në kuadrin e 405 procedimeve penale. Ky proces i ka shkëlqyer si parandalimit dhe ndërprerjes së mëtejshme të veprimtarisë kriminale, ashtu dhe goditjes dhe finalizimit me arrestimin në flagrancë apo ndalimin e 354 personave. Në shifrat përgjithshme gjatë 2024 janë ekzekutuar 933 vendime për përgjigje të autorizuara nga gjykata në hetimet paraprake dhe 538 autorizime dhe urdhra të prokurorit. Për sa më sipër është mundësuar interceptimi për 2361 pajisje fundore në përdorim të 2159 personave të dyshuar si të përfshirë në vepra penale. Hetimi i gjithë përfshirës i kryer nga prokurorët e prokurorive të Reduksionit të Përgjithshëm në kuadër të hetimit dhe ndjekjes penale për vepra në kompetencën lëndore të tyre, si dhe vlerësimit të dhënave dhe indicjeve të përfituara nga përdorimi i mjeteve të posaçme të hetimit, ka çuar në zbulimin e veprave penale të kryera në kuadër të krimit organizuar dhe veprave penale të korrupsionit në kompetencë lëndore të prokurorisë së posaçme. Të dhënat statistikore tregojnë se nga këto prokurori janë transferuar 67 procedime dhe referime penale, prej të cilave në prokurorinë e posaçme janë pranuar 61 procedime ose rreth 91% e tyre. Këto lidhen me vepra penale kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Në lidhje me detyrën dhe janë kompetencë e kësaj prokurorie. Sa i përket veprave penale të korrupsionit, ato që lidhen me detyrën, në kompetencë të Reduksionit të Përgjithshëm janë regjistruar 569 procedime me 160 pandehur dhe 157 procedime me 234 të pandehur janë dërguar për gjykim. Gjithashtu vjet re një rritje prej 4.84% të pandehurve të dënuar për 2024 krahasuar me një vit më parë. Prokurorët kanë rritur rolin aktiv për veprat penale të korrupsionit dhe ato që lidhen me detyrën, duke filluar kryesisht 19 procedime penale dhe në kryen e hetimeve 34 procedime penale, hetimeve proaktive. Ky proces ka çuar në arrestimin në flagrancë apo ndalimin e 25 personave të dyshuar për kryerjen e veprave penale në kompetencë të prokurorive pranë gjykatave të shkallës së parë me Reduksion të Përgjithshëm. Nga 61 referime dhe procedime penale të transferuara nga këto prokurori drejt prokurorisë posaçme janë regjistruar 39 procedime penale për vepra që lidhen me korrupsionin në nivele të larta ose vepra penale që lidhen me detyrën. Të dhënat tregojnë për një progres në hetimin dhe ndjekjen penale për veprat penale të parashikuara nga nëna 287 dhe 287B të Kodit Penal që lidhen me pastrimin e parave, ku rezulton se janë regjistruar 251 procedime penale dhe 14 pandehur, ndërkohë 17 procedime me 33 pandehur dërguan për gjykim dhe 19 pandehur rezultojnë të dënuar. Në këtë periudhë, specifikisht vetëm për veprën penale të pastrimit të parave, sipas në 287 Kodit Penal, 13 procedime me 21 pandehur janë dërguar për gjykim. Sa i përket legjislacionit antimafia, rezulton se në kuadrin e procedimeve hetime pasurore janë regjistruar 185 verifikime pasurore. Ndërkohë në kuadrin e hetimit dhe ushtrimit të ndjekjes penale për veprën penale të pastrimit produkteve të veprës penale, sipas në 287 dhe në zbatim në 36 Kodit Penal, si dhe në 274 dhe 210 Kodit Procedurës Penale, rezulton se gjykata ka vendosur konfiskimin e pasurive dhe aseteve kriminale në total në kuadrin e 14 çështjeve dhe sekuestrime e pasurive të aseteve kriminale në kuadrin e 35 çështjeve. Nga një analizë e kryer mbi dhënat e përcjella nga prokuroritë dhe Agjencia e Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara gjatë vitit 2024, rezultojnë mbi 234 pasuri të sekuestruara në total, me një vlerë të përcaktuar mbi 290 milion lek dhe 48 milion euro, ndër të cilat 125 pasuri tokë rruallar dhe ndërtime me sipërfaqe mbi 314.679 metra katror dhe vlerë mbi 208 milion lek dhe 37 milion euro, 62 pasuri të luajtshme me rreth 1 milion euro vlerë dhe 67 llogari bankare me vlerë mbi 10 milion euro.
Treguesit e konfiskimeve gjatë 2024-s dëshmojnë për mbi 89 pasuri të konfiskuara me vlerë mbi 163 milion lek, ndër të cilat 79 pasuri tokë, truall ose arë, dhe ndërtime me sipërfaqe mbi 20.542 m2 dhe vlerë mbi 90 milion lek. 3 pasuri të luajshme, disa llogari bankare, shoqëri tregtare e tjerë. Sa i përket dhunës familje, ka një tendencë rritje për vitin 2024. Pas janë regjistruar 1.656 procedime penale me 1.238 pandeur, ose me një rritje prej 18.62% të procedimeve dhe rritje 14.84% të pandeurve të regjistruar krahasuar me një vit më parë. Janë dërguar për gjykim 1.124 procedime me 1.194 pandeur, ose me një rritje prej 12.85% të procedimeve dhe rritje gati 14% të pandeurve të dërguar për gjykim krahasuar me një vit më parë. Efektiviteti i ndjekjes penale për sa i përket dhunës familje është i lartë. Evidentohet se kemi një rritje prej 12.8% të procedimeve të dërguara për gjykim, krahasuar me një vit më parë, ndërkohë që raporti i çështjeve të dërguara në gjyq është shumë i lartë krahasuar me ato të pushuara, por rreth pothuajse 80% të çështjeve dërgohen në gjyqit. Lidhur me ashpërsimin e politikës penale për veprën penale të dhunës familje, sipas nenit 130A të Kodit Penal, të dhënat statistikore evidentojnë se kërkesat e prokurorit lidhur me masat e sigurimit janë të ashpra, gati 89% e tyre janë kërkesa për masa sigurimi me arrest, që përbën një rritje në krahasim me vitin 2023, ku kërkesat për arrest ishin në masën 87.35%. Sa i përket arsyeve të rritjes numrit të procedimeve, është e vështirë të përcaktohet nëse kjo ka ardhur nga një tendencë e rritjes fenomeneve të dhunës të përgjithësi, apo nga një rritje e ndërgjegjësimit të viktimave, si dhe e besimit të tyre te sistemi i drejtësisë për të denoncuar rastet. Një tendencë shqetësuese rritjeje është konstatuar te krimet me dashje kundër jetës. Koeficienti i kriminalitetit për 100.000 banor për këto grup vepra në vitin 2024 është 14.7, ndërkohë që në vitin 2023 ka qenë 10.5. Numri më i lartë i procedimeve të regjistruara për krime kundër jetës, të kryera me dashje është në Tiranë, ku është regjistruar përkatësisht rreth 30% e totalit, Korça 12%, Durrësi 10%, Fieri dhe Lezhë 8%, Elbasani 6% dhe Vlora 5%. Ndërkohë që vlerën më të ulët e ka të procedimeve të regjistruara për këto vepra e ka Dipra me rreth 1%. Ka një rritje të ndjeshme të vrasjeve me dashje. Pesha specifike që zë kjo vepër penale në grupin e veprave penale krime kundër jetës kryera me dashje është 12.46%, ndërkohë që një vit më parë ka qenë 4.83%. Në vitin 2024 janë regjistruar 44 procedime penale për këtë vepër, që përbën një rritje prej 3.14 herë krahasuar me 14 procedime të regjistruar në vitin 2023. Tendencë të fortë rritje ka pasur edhe vepra penale e vrasjes me paramendim, pasi janë regjistruar 31 procedime penale që krahasuar me 15 që janë regjistruar në 2023 përbën një rritje prej gati 2 herë. Sa i përket bashkëpunimit ndërkombëtar, Prokuroria e Përgjithshme ka vjuar punën për rritjen e eficiencës në bashkëpunim me autoritetet gjyqësore të huaja në fushën penale. Theksojmë këtu intensifikimin e kontakteve me autoritetet belge dhe holandeze për goditjen e kriminalitetit, me theksin tek pastrimi i produkteve të veprës penale dhe krimet e rënda. Në këtë kuadër, në muajin nëntor të vitit 2024, Prokuroria e Përgjithshme nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me Prokurorinë e Përgjithshme të Mbretërisë së Belgjikës në këto fusha. Të dhënat kryesore të bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar të administruar në sistemin elektronik IMPRO tregojnë një rritje të numrit të ekstradimeve nga Shqipëria për jashtë vendit me 38%, pra kemi kaluar nga 99 në 137. Rritja e numrit të letërporosive nga jashtë me 39%, nga 431 numri ka shkuar në 599. Rritja e numrit të letërporosive për jashtë me 10%, numri ka shkuar 539 nga 491 që ka qenë. Rritja e njohjeve të vendimeve penale të ardhur nga jashtë me 6%. Vlen theksohet se me gjithë vështirësitë që kemi hasur për shkak të vakancave, të theksuar në organik, përqindja e ekzekutimit të letërporosive nga ana jonë është dukshëm më i lartë se sa i autoriteteve të huaja. Raporti është 36.5% me 23.2%. Çka tregon për prioritetin që ka pasur për prokurorinë bashkëpunimi ndërkombëtar. Gjithashtu vlerësojmë theksojmë rëndësinë që kanë pasur ndryshimet legislative të viteve të fundit, përfshirë dhe marrëveshjet dypalçe të ekstradimit. Aktualisht Shqipëria ka marrëveshje dypalçe ekstradimi, në të cilat parashikohet ekstradimi i shtetasve respektiv me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërinë e Bashkuar, Italinë, Spanjën dhe Kosovën. Vlen të përmendim se në zbatim të marrëveshjes dypalçe, aktualisht kemi 20 praktika aktive të transferimit të dënuarve nga Mbretëria e Bashkuar në Shqipëri.
Në cilësinë e përfaqësuesit të autoritetit kompetent, prokurori i përgjithshëm ka avijuar zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit me Eurojust nëpërmjet veprimtarisë së prokurorit ndërlidhës të Shqipërisë aty, referuar të dhënave zyrtare nga zyra e prokurorit ndërlidhës. Në vitin 2024, volumi i çështjeve të ndjekura nga Eurojust ishte 247 çështje, ose 5% më lart se numri 2023-shit. Zyra shqiptare në Eurojust mbështeti krijimin dhe vijimin e 24 skuadrave të përbashkëta hetimore, ku 6 skuadra hetimore janë krijuar gjatë vitit 2024, ndërkohë autoritetet shqiptare kanë marrë pjesë në 3 qendra koordinimi të ditëve të aksionit dhe 19 mbledhje të koordinuara bilaterale dhe multilaterale. Sektori i dekriminalizimit, ndërkohë, nga ky sektor është ndjekur procesi i verifikimit të thelluar të dhënave të vetë deklaruar në formular në zbatim të ligjit nr. 138 vitit 2015 për 132 subjekte. Nga 72 kërkesat e reja gjatë 2024 janë regjistruar 64 procese për verifikim të thelluar në zbatim të ligjit. Këto procese, sipas organeve kompetente që kanë kërkuar verifikimin e thelluar të dhënave të vetë deklaruar në formular nga subjektet për vitin 2024, ju përkasin 61 kërkesave të bëra nga Departamenti i Administratës Publike, 2 të bëra nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe 1 nga KLG. Gjatë vitit 2024 janë përfunduar 77 procese për verifikim të thelluar, nga cilat 39 vendime janë procese të regjistruara gjatë vitit që kaloi dhe 38 vendime janë procese të mbartura nga vitet 2017 deri në vitin 2023. Nga rastet për cilat ka përfunduar procesi i verifikimit të thelluar në vitin 2023 dhe është miratuar rezultati, mbështetur në nënt përkatëse të kodit të procedurës penale për 13 persona, materiali shkaluar për kompetencë në prokuroritë përkatëse, si të dyshuar për veprën penale të falsifikimit të vulave dhe stampave ose formularëve parashikuar nga 190 i kodit penal. Personat që kanë rezultuar të kenë plotësuar formularin e vetë deklarimit me të dhëna të rreme, ju përkasin kërkesave për verifikim të ardhura si vijon, 6 nga Departamenti i Administratës Publike dhe 7 nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në kuadrin e hartës së re gjyqësore, Prokuroria e Përgjithshme ka vazhduar koordinimin me Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Ministrin e Drejtësisë për zgjidhjen e çështjeve në drejtim të infrastrukturës. Nga ana jonë janë planifikuar disa masa që për realizimin e tyre kërkojnë angazhimin ndërinstitucional. Ka përfunduar detyra e projektimit në bashkëpunim me Këshillin e Lartë Gjyqësor, Prokurorinë e Përgjithshme, Prokurorinë e Apelit të Jurisdiksionit të Përgjithshme dhe Prokurorinë e Tiranës për ndërtimin e një godine të reakomodimi për të gjitha institucionet e sipërcituara. Ndërkohë, së bashku me Këshillin e Lartë Gjyqësor, i kemi drejtuar një kërkesë Ministrisë së Drejtësisë për sigurimin e një sheshje ndërtimi në mënyrë që të vijohet me hartimin e projektit, por deri tani si çështja e terrenit edhe ajo e financimit mbeten ende të pazgjidhura, ndërkohë që nevoja për marrjen e masave konkrete është të jetë urgjente. Ndërkohë, gjatë 2024 përfundoi me sukses rikonstruksioni i Prokurorisë së Dibrës, që ofron tashmë hapësira të mjaftueshme për ushtrimin normal të aktivitetit. Gjatë 2025 do të përfundojnë investimet në prokuroritë e Gjirokastës, Vlorës dhe Durrësit, ku janë zgjeruar ambientet në këto prokurori në zbatim të marrëveshjes me KLG-n dhe Ministrinë e Drejtësisë. Megjithatë, edhe pas këtyre masave, problem do të vijojnë të mbeten Prokuroria e Durrës, Saran dhe Fier, ku ambientet ekzistuese janë të pamjaftueshme nëse do të plotësoheshin organikat. Megjithatë, këtu ka pasur një zhvillim pozitiv, të paktën nga takimet e fundit që kemi pasur dhe me Ministrin e Drejtësisë, ka një angazhim konkret nga ana e tyre për zgjidhjen e këtij problemi brenda vitit 2030. Problem urgjent që mbetet për të zgjidhur është ai që lidhet me arkivat, ku situata vazhdon të rëndohet, edhe pse nga ana jonë janë marrë masa administrative në këtë drejtim. Vlerësoj se ka nevojë për ndërhyrje ligjore në lidhje me përcaktimin e saktë të periudhës së ruajtjes së dosjeve penale, sipas praktikave më të mira europiane, si dhe për marrjen e masave ndërinstitucionale adekuate për sigurim të infrastrukturës që do të mundsojë ruajtjen e tyre. Për sa i përket sistemit të menaxhimit të çështjeve, në vitin 2025 do të nisë puna për ngritjen e tij me fonde të BE-s, proces i cili do të përfundojë në 2028. Në këtë kuadër ka vijuar punën grupi ekspertëve mbështetës për sistemin e qendrëzuar të çështjeve për të siguruar mbështetje dhe koordinim sa më efektiv të prokurorisë për realizimin e këtij projekti, duke bashkëndruar punën me Qendrën e Teknologjisë së Informacionit për sistemin e drejtësisë. Ju falenderoj.